Me iniciativën e ambasadës së Bullgarisë në vendin tonë, banorët e Golobordos në Bulqis patën mundësinë të bëjnë kontrolle shëndetësore falas. Kjo ka bërë që të gjithë banorët të shohin një kujdes të shtuar ndaj tyre të shtetit bullgar. Vetë banorët thonë se duke qenë minoritet, shteti bullgar tregon më shumë vëmendje se shteti shqiptar. Ata i lidhin këto jo vetëm me pajisjen e pasaporta bullgare që i kanë bërë që të lëvizin lirshëm në Evropë, por edhe me kujdesin që tregohet për banorët që jetojnë këtu. Por nga ana tjetër, disa nga banorët e Golobordos shprehen se vetëm për të udhëtuar jashtë shtetit e kanë marrë pasaportën bullgare, ndërsa i quhen veten 100% shtetas shqiptar. Interesim të madh bullgarët për Golobord. Dhe na quajnë si minoritet bullgar. Kërkojmë pasaporta bullgare, shtetas shqiptar jemi, por për punësime edhe për në Evropë kërkojmë pasaporta bullgare. Ato na japin pa probleme. Dëshirojmë të jem shqiptar. Jo. Pasaportat i kërkojmë për punësim, për nevojat tonë. Më mirë bullgare se sa shqiptare. Shqipëria nuk je pas gjë. Ja sot ka ardhur Bullgaria dhe na bën vizita pa lek. Ke fshati im nuk ka spital, as një infermiere nuk ka. Shqipëria nuk je pas gjë. Bullgaria, që 24, kështu si kemi folën ne. Bullgaria. Oni është Çorvenava. Ajo nuk është me dëshirë çfarë jemi ne bullgara shqiptar, ajo se mes no është me origjinë e çish baba den u emri e ka njoft minoritetin nën bullgare di Rama. Minoriteti nën në Shqipëri edhe kaq. Preardhja është bullgare. Sipas censit të popullsisë së vitit 2023 në vendin tonë jetojnë 7057 shtetas bullgar, të cilët janë vendosur në zona të ndryshme të Shqipërisë.